Se shiko, këta kur kam firmosur për Meta dhe Berisha, si lojtar aktual dinak dhe me eksperiencë, kur kam firmosur që i dorzuan drejtësinë në Sorosit, qysh më 2005 në bërë këtë projekti, ata i kanë dhënë garanci që ne juve nuk ju ngacmojmë, s'është për ju kjo, dohet pas jush, do me thënë do veproj kjo, juve s'ju ngacmon njeri, po njëkohësisht i kanë kërkuar garanci që këta ta lëshojnë politikën. Nano e pranoj, ja dha njeriu të Sorosit, Partinë Socialiste. Nano është herë të burë. Po mirë, 2005 mo, ja dha, kur erdi Sorosi, ja dha Partinë Socialiste. Sorosi ka që përpara këtë? Ore, Sorosi ka që 90 që ka artu o pra. Po mirë, mo mirë. Më falë, po këtë sa bërë. A erdi Sorosi bëri vizit tu më 2005. Ore, ka Sorosi dhe përpara 2005. Po ka ardhur më përpara. Ka pas e mikësi me Berishën në fillim. Shiko, ka ardhur, po dhe në 2005 të Berisha nuk i kishte shtrirë do të kthehet rat vlla. Mbas 2005 si shtrivi. Se s'kisha ardhur Ramsi akoma. Po s'kisha ardhur, erdhi Ramsi, këte kërkovi bashën në ë. Nanua nuk bëri si kur ja dha, po ja dha tamam. Berisha beri si kur ja dha, por nuk ja dha. Edhe nuk iku. Berisha po të kish ikur më 2013. No, kjo dihet. Po të kish ikur më 2017 prapë do ta kish gjetë gjë. Edhe më 2022 po të kish ikur, nuk do ta kish gjetur gjë. Më kupton? Ore, nuk e di ato përgjigjet kulla apo jo, po unë kam një pyetje për ty Sako. Prit më ta mbaroj këtë 2 sekonda. Më lër. Okej, ha. Tashi Ledio, riplasje ka shene paralajmërimit, vrasje paralajmëruar. Riplasje se na duhet. Njerëz, çfarë është kjo përplasje? Kjo nuk është përplasje për drejtësie, për këto siç paraqiten, ne pika kaq, germa kaq, jo po procedurat janë shkelur, jo po Berisha luan gabim me gjithë PD-n. Kjo është luftë globalistëve me nacionalistët, me politikanët. Me sovranistët e ke fjalë. Me sovranistët. Domethënë duan që këta të marrin pushtetin globalistët. Edhe këta të SPAK-ut, pa e ditur vetë, ose edhe me ndërgjegje në pjesë prej tyre, janë lojtarë të globalistëve. Ata ju sheni, marrin ande, ju japin një copja u edhin kështu, këta vene... Loja është e madhe, thua ditë Sako, nuk është një lojë shqiptare, kjo është një lojë shumë e madhe që prek dhe Shqipëri. Është lojë madhe, gjithmonë këto luftra ata i kanë fituar, globalistët, ka 300 vjetë që bëjnë luftra ata, me Perandor, me Mbretër, i kanë eliminuar të gjithë, me Saddam Hussein, me këtë të Kaddafin, me të gjithë, kush ju ka dalë kundër, ata i kanë eliminuar. Dhe Ramsi është me ta, prandaj nuk i gjen gjë. Po, Berisha kishte vetëm një mundësi shpëtimi, të mblidhte 50.000 veta atje para SPAK-ut, 60.000 veta, 70.000 veta, edhe ty tregonte forcën atyre. Kupton? Ti merte me gjithë dosje me qarë kanë. Gjë që se ka, gjë që nuk e ka këtë. Se ka këtë forcë edhe nuk ka që aty bej. Pra, i e dakord e mua që kjo është raport forca, është thjesht. Nuk ka të mirë dhe të këqij. Nuk ka të mirë dhe të këqij. Po, Berisha është në prag të vdekjes së tij politike dhe atë që ka thënë para një viti nuk guxon më ta thotë. Nuk thotë që unë nuk e njoh këtë institucion, sepse është institucioni globalistëve që kërkon të fundos politikën shqiptare, dhe luftën nuk e kam me këta nga Bulqiza, qanë ata nga Shupenza, nuk e kam me këta, po e kam me Sorosin. Me Sorosin ka thënë edhe Trumpin që e kam pasur, se ka njerëz naivë thonë, qarë Sorosi, qarë Sorosi. Kupton, edhe Trumpin dheshte, e ka me Sorosin luftën. Më kupton, jo... Edhe Elon Musk ka filluar t'i bjerë Sorosit fort. Po pra, dhe lufta është me globalistët, Berisha nuk e ka me këta SPAK-u, ta në sa mjerë anë të vegjën sa fshatarë që kanë ardhur nga malet, kupton dhe, po që e the mu në burë, këse the ti. Jo, më jo, e kam lafi që nuk e pse i fyem, se nuk ka njeri që i mbron këtu. Po mirë më këshu janë fshatarë janë, ata që drejtojnë një 200 milion. Po fshatarë janë në burë, nga fshati kanë ardhur, kupton. Tashi, ata duan të afusin demokracisë, vlla. Populli voton politikanët, këta ja afusin... Po demokracia nuk ekziston pra mbra, dakor që s'ka demokraci, është stabilokraci, ky sistem. Është demokraci gjasme në letra, sa për sy e faqe. Mirë mo, aq sa ka qenë. Në vend që ne ta thellojmë ta forcojmë demokracinë, këta po e shkatrojnë. Po se nuk ja vlen mor Sako. Si nuk ja vlen? Po nuk ja vlen, dhe në Amerikë bëhet gabim flit për demokracinë në Amerikë. Amerika është republikë ligjore. Ke dëgjuar ti amerikanët flasin për demokraci? Perandoria? Amerika është korporat. Kjo fjala demokraci është për të gënjur popullin mos të tri. Njerëzit e shkret, idiotët e dobishëm. To i kam thënë unë kam. Po pra, po si gjithë kemi thënë, tani ka vëlluar na ndjekin sa të tjerë nga mbrapa. Të paktën formalisht duhet të ekzistojnë, këta po e shkatrojnë dhe formalisht. Po jo, mos duhet jeta formalisht. Mjaft më me hipokrizi. Totalitarizëm. Mjaft me, jo, është stabilokraci pra, duhet njëshi princi, në thonjza princi. Të tjerës duhet kanë ambicie për të postë. E disi është një skemë një nga variantet që mund të rikryhet Evropa. Do bëhet një Evropë komuniste, ku Rusia e pushton, është një nga skenarët, dhe qendra e komunizmit ku do vendoset? Në një vend që s'është pushtuar kur në Evropë, që është Zvicra.
Kështu është menduar që Putinit, në qoftë se realizohet ky skenar, e pushton dhe Zvicrën dhe në Zvicër vendos qendrën e komunizmit të Bashkimit Evropian. Është një nga 21 skenaret që diskutohen sot në gjeopolitikë. E bukur shumë. Megjithatë unë kam një pyetje që është dhe për cakon. Kemi çokoladë komuniste. Po pra. Po pra. O Kulla. Te i të pyetesh për cakon, më do të filloj nga ty. Përveç tyre të tjerave. Por mund të më thuash, ka njeri sot që mund ta di, ndoshta përveç doktorit, përveç Berishës. Dhe përveç tyre lobimeve, gjërave që janë për kundër tij Ramës intereson se e ka të veshi, nuk e duron dot më nuk kanë nervë më ta dëgjojë etj. Por këta amerikanët, edhe pse nuk e kanë me detyrim që ta thonë arsyen, për cilën aferë nuk e duan më Saliun për këmbë. Digjeti, në gjithë karrierën e tij nuk është thënë kjo gjë, dhe nuk thuhet kjo gjë. Pra përveç doktorit, ka një tjetër që e di Kulla, si mendon ti? Kot, kjo është thjesht për qef. Kjo është për krajësinë e paragjykuarit gjërave kot për qef. Është krajësi intelektuale. Pra, britanikët të shkret, një sekond, britanikët mbahet sa kohë. Britanikët të shkret të paktën, të shkretës, se unë të shkret i them tyre të gjithëve. Britanikët të shkret të paktën Kulla, e kanë me ligj që kur nxjerrin non grata, thonë se pse dhe e than ata. Për çështjen e atij serbit që jeton në Londër, si e ka ai që ka qenë afër Saliut, më që i merrte pjesën e mbledhjeve qeverie. Si e kishte ai që merre me energjinë me këto mod, Kulla? Damir Fazliqi. Damir Fazliqi. Thonë ata me Damir Fazliqi, pra britanikët janë më transparentë, ose janë transparentë të paktën. Amerikanët thonë korrupsion madhor, minimi demokracisë. Gjërat përgjithshme. Tani, do merre vesh në një ditë sipas teje e vërteta, ore që njerëzit në fundit dhe ata që sot mbështesin Berishën. Ndoshta kjo do ishte mirë transparenca në këtë rast nga ana e amerikanëve. Ndoshta do bëheshin, ndoshta do thoshin, ne kemi fut kot që kemi mbështet Berishën, se ky pas ka bërë këtë gjën. Po njerëzit e mbështesin, ndoshta thonë, përdesa amerikanët nuk thonë se çfarë halli kanë, Berisha mbase nuk ka faj, është i pafajshëm. Kjo është pyetja ime, Kulla. E çon si ka faj këtë rast. Jo, edhe një rast po më kupton. Kulla, transparenca është e mirë, në të gjitha rastet. Kur ndodh është e mirë. Mungesa e transparencës ka probleme. Ti si mendon? Do merret ndonjëherë vesh për çfarë, cila është dosja të cilës ata i kanë tund Berishës, në çka ka ndodhur, për çfarë arsye, që ka thënë zotri, jashtë loje, dil urgjent. Kjo është pyetja ime për ty. Ti që di shumë çka dhe thua ato që do ti. Mund t'i japësh përgjigje për këtë, Kulla, si ekspert sigurie dhe si njeri që ke lidhje me gjithë dynjan? Ka një shprehje shumë të bukur çan. Urdhë, se fola pak si shumë duket. Populli shqiptar. Mos, miku dhe populli shqiptar, domethënë që nuk përgjigjet. Ka një shprehje shumë të bukur. Kur të përdunon Kadiu edhe Zoti s'bën derman. E di këtë shprehje. Po. Për Kadiun e kanë, ë? Kadiu është gjyqtari, domethënë. Prishja e sistemit 1 Ta thash përgjigje. ka bllokuar sistemin 1. Kaq do japësh, kaq. Ta thash përgjigje. Nuk do t'jap, nuk të thas më shumë. Ka përdhunuar çfarë do bëj. Po ka një arsye. Edhe s'fare arsye. Ka ardhur momenti ti ke shtëpi dhe ti nuk ikën, kupton? Po do të ketë një arsye për ta. Po mirë, po të bëj një pyetje unë ty tash. Po fara cakon. Çfarë arsye kishin amerikanët që të Andreotin me që po e përmendë që parë kur isha, e gjykuan deri në shkallë, ndoshta i vdiq në shtëpi vet, domethënë deri në shkallë 3 me akuza për mafia. Andreoti ka qenë politikani më pro-amerikan në gjithë Evropën për 40 vjet. Po, sepse ai me amerikanët ishte për të rrëzuar komunistët. Ra komunizmi nuk duhej më Andreoti. Çfarë arsye kishim me Kraksin? Kraksi ishte ai që çau Partinë Komuniste në Itali dhe krijoi socialistët dhe ndau fut në qeveri, bëri koalicion me 5 parti. Shkoi tek ai te Reagani në Amerikë, foli, ka qenë kryeminist që ka folur në Kongres amerikan dhe ka nduar Turqinë. Edhe aty ra komunizmi nuk duhej më. Tash nuk duhet më doktorë, kupton apo jo? Nuk është se duhet të kesh një arsye speciale. Ka erdhur, ata ja dhanë mundësinë që tikte, ndoshta të bëjë antar i Akademisë Shkencave, siç është sot zoti Gjinushti apo kujtoni tjetër. Ki parasysh që ata që kanë qenë miq të doktorit në Itali o janë pension ose ekzistojnë më. Këta liderët në rajon që kanë qenë me doktorin që në vitet 90, shumica nuk ekzistojnë më, si janë më as në këtë jetë. Ti ka ardhur momenti për tikur. Edhe shiko, po pse nxjerrin me drejtësi pra? Po pse me çfarë do nxjerrin? Me vota. Berisha s'merr vota, po Berisha s'ka vota me sa sepse nuk arrin do t'i marrë, por është ndryshme, ha? Kur si një vota ç'do të thosh? Urdhë? Ai ka humbur dhe tropojën e së një votës. Kës një? Si një zgjedhje do për Berisha, thot gjithmonë mi kanë vjedhur, mi kanë vjedhur. O kulla edhe një, përqendro pak. Çfarë puni u prish Saliu, vlla? Pse nuk e lën? Ai është minorancë thot. Tash po si ku Saliu, këta tjerë si do ikin pastaj? Po si ku Saliu, këta tjerë si do ikin? Një gjë duhet të prishur sistemin pra, ka prishur sistemin dhe s'ka dorëzuar zekatin.
O Çam, Prit një sekundë. një gjë duhet të Ka bërë kuptosh. elaborim kjo zekati. Te Ka thënë këtu zekati është një tmerre, kupton, u çmund aty. Jam rrethuar nga katbim dhe nga zekatër, po më thuaj. Ka një gjë duhet të kuptosh. Amerika është ajo që është, shpesh është arrogante, shpesh ka bërë gabime të jashtëzakonshme. Si çdo perandori. Okej, por ka një sistem të jashtëzakonshëm. Edhe presidenti më i miri mundshëm 2 mandate shkon te shtëpia. Nuk the. Ashtu është ligji atje. Edhe në Francë kështu është. 2 mandate. Po them pra këtu tek ne ti shikoj tek ne nuk është problemi që po ta bëjmë ligj me mandate. Po më dëgjoj pak, këtu problemi nuk është që sikën Berisha. Po sikën asnjë më. Se Berisha tek e fundit është një lider që ka qenë lider ka 33 vjet. Dhe nuk ka pse të ikim valla. Këtu sikën edhe ai presidenti Federatës ping-pongut, nuk këtu sikën asnjë fare. Po nuk duhet të ikin më ti, valla. Pse duhet të ikin më në emër të futbollit? Duhet të them unë, sepse duhet hequr valla, hiqen këta njerëz. Ta them unë pse, sepse demokracia në Shqipëri është quajtur demokracia në Shqipëri. Ka përfunduar në një SHPK me një president kompanie që është edhe CEO i kompanisë, që është Partia Socialiste, dhe ka përfunduar në 2 parti tjera që janë kthyer parti familjare. Pastaj ato të voglat ato janë thjesht nga i kryetari, nga i vul, kjo është demokracia në Shqipëri. Dhe këtë në 2008 e ka bërë Berisha me Ramën, mos harrojmë ti. Mi më e morën vesh të gjë. Po. Prapë s'po jep përgjigje pyetjes. Ta dhash pra përgjigje. Jo. Nuk po heqin thjesht se ai ka kohë që ri atje dhe nuk do të iki. Ka një arsye ata. A ka minim më të madh demokracisë se këtu më çan? Jo. Po. Se që një njeri nuk do e ka pasion politikë dhe nuk do të... Jo, që ke shkatru sistemin politik të vëndit, ke shkatru sistemin kushtetues të vëndit. Qa ka shkatru Berisha? Pse 2008 kush e bërë? Pash me Rama, ishte marrëveshje politike. Pse qa mendon ti? Kur ti ke Rama, kur ti ke Berisha, nuk do vi rradha Rama? Jo. Ka simetri në drejtësim. Këtë ke gabim, këtë po të them që dalga që ka nisur... Ore pas Kraksit, iku Kraksi, kush e ngri pra? Të gjithë. Të gjithë. Më thua një emër. Iku, ra gjithë sistemi politik. Po Rama, jo u larguan ata se humbën. Humbën zgjedhjet, jo nuk humbën zgjedhjet, madje i fituan. Në 92-shin i fituan prapë zgjedhjet ata që të ishte. Dhe në 94-ën ishin shkatruar dhe u bën prapë zgjedhjet parakoshme dhe në 94-ën erdhi në pushtet Berlusconi që ishte një produkt politik i këtyre. Por në 92-shin fituan zgjedhjet ata në Itali. Kush ata? 5 partitë e asaj kohe. Dhe në 94 nuk ekzistonin më as logo. Se ka tjetër sistem, qeverit atje... Kjo pra po të them, se dhe në Itali kjo gjë ndodhë. Amerikanët nuk është kështu, po këtu është fare flagrante, dhe unë do të kuptoj, dakor që është flagrante, mos e raport forca është. Po ti duhet ta dish, mos ka mundësi mos e dish, cila është dosja për cilën amerikanët nuk ja fani Berishës. Një dosje ka thu. Ore, ai mund të ketë 10, po një është prioritare, gjithmonë njëra është me madhe që të prish. Tashi, mos harroni gjë që Sadami nga aleati më i madh i SBA-s në luftën kundër Iranit në 79-ën, 10 vjet më vonë u quajtur diktatori më i madh e tjerë dhe pati fundin që pati e tjerë. Të thash pra që sistemi politik është ky, 2 mandate shko të shtëpia pra. Ata po mundohen, perëndimi po mundohet të imponojë tashmë nëpërmjet forcës ligjit, pra të institucionet pavarur, duke qenë që politikisht i skeçat i bësh tyre, se këta i kanë blindu partit, që ti tregoj se cilit rrugën nga do i kaq është thjesht. Edhe kur kanë vota. Qa vota s'kan më as vota, ky është problemi, se ta tha Fredi Shpar, nuk i dalin më as njerëzit, se po ti dilin 50.000 njerëz, tregojnë që s'kan më as vota, ky është problemi. Nëse votat provohen në zgjedhje, nuk provohen në protesta. A mori rreth 500.000 vota në zgjedhje? Mori në zgjedhje, la humbi dhe Bashkinë e Tropojës. Në total mori 500.000 vota. Po kjo është interpretim për mendimin tim total s'ka marrë 200.000 vota, se s'mund të humbësh Bashkinë e Tropojës. Okej, dakor. Ky është problemi. Kriza e madhe është krize politike, se unë po t'isha sot. Amerikanët se ti po bie. Unë po t'isha sot në... Amerikanët ju vjen keq që këtu ka një kënet politike dhe nuk lëviz gjë, se nuk e bënë Amerikanët për të gjithë. Jo më do ndrojnë lojtarët më qanë. Po çfarë interesi kanë ata pra? Do ndrojnë lojtarët, nuk punohet më me këta, valla, vjen shumë herë kjo. Berisha ka kohë s'është më në pushtet, ata ka Ramsin rregull janë ata. S'është Berisha në pushtet, po janë sa njerëz që janë prodhu. Shiko, duhet kuptosh një gjë, që po bëhet një dallg, ajo që unë parashikoj, që për të ndalur këtë dallg që po krijohet, se po krijohet një dallg, është që në vitin që vjen, partitë politike tona do jenë të detyruar të fusin duart tek sistemi i drejtësisë. Sepse sistemi i drejtësisë, nëse vazhdon kështu në 2025 do ndodhës në Itali, do i ketë rrëzuar gjithë. Këtu do jemi do të shohësh. Që do thotë çfarë? Ti thua politika do i bëj puç drejtësisë prapë? Po, o politika do ndalë drejtësinë, ose drejtësia do bëhet më politikë se politika dhe ka për të çuar gjithë në shtëpi. Ti thua kjo është sfida e kjo është sfida e ardhshme, Berisha nuk e kupton. Dhe Berisha godet Ramën, kur në fakt betejë nuk e ka me Ramën. Unë të garantoj që Rama nuk ka qenë shumë i gëzuar kur i ka hequr mandatin Berishës.
Je i sigurt? Po jam shumë i sigurt për këtë gjë. Ndërkohë që do ishte ka qenë shumë i gëzuar kur Spaku i kërkoi vetëm detyrim paraqitje dhe ky nuk shkon. Dhe ky duke mos shkuar, ky e sfidon gjithë sistemin. Dhe unë e kuptoj që ky është Berisha, se është lider Berisha. Ka qenë gjithmonë lider. Por problemi është që kemi ardhur në pikën sipas te kush do thyet. Spaku apo Berisha? Mo shteti fiton gjithmonë. Spaku. Cila është arsyeja se Kulla nuk e tha, ka shumë tha, por nuk do të flasë. Kulla e ka drejtën e vetëm mos thotë gjëra kur nuk do të flasë. Thash dy janë, shiko, kur vjen në këto vendet e vogla në pushtet, të takojnë dy persona, një që është në dritë dhe një që është në errësirë. E qartë. Ajo që është në dritë të flet në mënyrë institucionale, ajo që është në errësirë të vë ca rregulla të tjera, thot zotëri do qëndrosh thot kaq, po në fund kur ti ikësh janë këto rregulla. Që do dorëzosh zekatin. Për zekatin për njerëzit nuk e din. E kuptoj njerëzit. Për qindjen. Se s'do të flas shumë me ullësi. Po pse? Jo, një sekondë, kopjetistë lëun këtu. Ja, po të pengojun këtu. Se thua që është zekati? Po zekati është në fen muslimane që... Po, po, nuk e dim. Unë si jam musliman, nuk e dim. 1% është 10%, duhet të ofalësh të varfërve. Ah, dakord. Më kupton, duhet... Ah, harami. Harami është ndryshe, pra. Nuk është haram? Zekati është e kundërta e haramit. Harami është e kundërta. Se harami qa është? Harami është një lek i pisit, një lek që s'duhet ta fitojë, kurse zekati është një lek i pasur. Jo, harami unë di që është ku për shembull ti je i pasur e zëm dhe i jep një njeriu kot një 10.000 euro, thua është haram. Jo, s'është. Jo? Apo është përdor gabim atëherë, përdori gabim njerëzit. Që ka zekat ky. S'ka lidhje me zekatin në Gjirokastër, me këtë me shpinë zekatit, nuk ka lidhje fare. Ajo është zekati i Gjirokastër ka marrë emrin nga aksioni i zekatit, pra. Vërtet? Nga të falurit, nga pasuria jote çdo vit. Shtëpia më e bukur Gjirokastër ajo. Zekat janë gjuhësh. Janë gjuhësh, po edhe unë besoj këtë që po. A sa kohë edhe? Tashi ky i errësirë si thon zotëri dorish, po do të dorëzosh zekatin. Ky tashi ka për skurse ka të gjuar këtë Baba Karlon. Kupton? Ka për skurse ka të gjuar. Edhe, tash që mbaroj, ja dina dha, ku i ka numrat e llogarive. I thonë, këtë të madhe, nëse këtë dorëzoj këtë, kaloj këtë. E që është e gjobe, thua ti e thako? Po të gjitha janë bashkë, është bërkeq për lek o qanë, e shikon ti luftë e madhe, s'ka lek, kërkon në Ukrajina, lek e ko t'i gjenë ata, ja këshu, merë këte, merë ande, dërgo me Gonigalin, dërgo, kupton, perandoria, këto, edhe kulacin dhe karotën dhe shkopit një përdor të dyja bashkë, më kupton. Por u ka një dosje të veçantë për insinuata janë këto, insinuata, ne hipoteza bëjmë, se s'kemi... Ne roman po bëjmë tani, roman politik që t'ky, nuk është, po pra, fiction është. E ta themi këti gjithë sakose, ko të vështira po jetojmë. Kjo për punë sakose, zotëri, nuk janë fakte që po jetë, është thjesht fiction, fikcion. Fikcion, ose ndryshe... Në këto kohë edhe fictioni merret për fakt. Se në fakt ka kohë që... Se në fakt ka kohë që realiteti kopjon fictionit. O, cako, pra edhe ti nuk arrin do të thuash dot, njësë si Kulla, se cila është dosja konkrete për cilë Amerikanët i ka përnë vizën sa lidhë. Përveç tyre që the që janë fiction. Ka një dosje ku ata... Por edhe e themi, ku e dim ne që nuk dhe ne çështje tjetër du me shku të shpitarë. Po në që thua se ke frikë për të shku. Po le... Këtu fansat e grupit Rammstein, grupit Gjerman Rammstein, metalar i gjeni në Athinë në datën 5 maj të papar. Unë do shkonje. Në 5 maj të cilit vit? Të viti që vjen, po, 2024. O, cako, ora mos ka drejt Kulla pra që, jo se nuk e themi do, po mund të marrë dëshmitar ti nga e dje. Është dhe kjo, cako? Është, derisa tha dhe një diçka tjetër më përpara, që edhe këto fiction tha, nuk janë aq fiction në këto kohë të vështira, jo të thuash diçka të vërtetë që të thresin me njerë. Pra sa po jetojmë kohë të errta apo jo? Kohë të vështira? Mos dosha botë ka që ne më kejse ka kemi kënduar këngë për shembull deri tash shtëpinë do ta shes për të ngrënë për të pirë, mund të vi koha që të këndojmë ato këngët e vjetra, i zvaritur në llogore, të gjithë shokët më kanë rrethuar.
Se amanetin tim të fundit ata duan të dëgjojnë i zbaritur në logore të gjithë shokët mëre thojna se amanetin tim të fundit ata duan të dëgjojnë është duhet qani nëna motra qani ju fëmi bini ju këmbana sot për shpirtin tim këngë të më dha, të luftës e parë botërore. është i madhë, ata ka thënë që është i madhë. Janë këngë në Korçë. I madhësh. Bravo, Cago, një big up për Cago, nej! Shparos talentin e ti, edhe si këngëtarë, i papaj. Sa bukura! Ka lidhe me pyetjen që do bësh tash. Nesër e shtyn, hop, ta ul pak tani, të vete pak terra, tani ta ul pak nivelin fare të bisedës. Nesër gjykata kjo specialja e merr vendim për të arrestuar Berishën apo e vështyn prapë, se ka 3 herë që shtyhet, është edhe tret nesër. Ku ka gjykatë këtu më burg, këtu janë bashkë prokurori, gjykatë, çfarë thot prokuroria speciale janë Po ka fjalën se shtyn ja 2 herë me kërkesë avokatët të Berishës. Po çon si ka gjërat vogla shtyhet, në fund do të realizojnë ata, ecin me ngadalë ata shiko. Po mos kishin këtë metodë me drejtësi, do bënin atentate, eliminime, elmime, domethënë. Ti thua ja tolerancë që bën me drejtësi të paktën. Po, të paktën kështu, hajde, është një çik. Në vende të tjera dhe kanë prerë, dhe kanë po. Ta kanë zhdukur shaun, mbretër e perandor. Romanovët i ekzekutuan me gjithë vajza, kupton. Krimit të mërshëm. Ç'kan po të qenë për kajtë butë amerikanët të kote fundit? Po... Senadoria, që kanë ndodhur? Ja shikojnë në Gaza sa të butë janë. Amerikanët janë në Gaza, kush janë? Të butë të duke. Ta janë, Amerikanët janë mbrapa Izraelitëve, furnizojnë me tonelatat tëra me armë. Pra ti thua, rasti nuk i ngjan, pra si pas vendit. Si pas vendit. Po Shqipëri për shumë e ka, në Shqipëri nuk ka pse veprojnë me mjetet forta. Ose me mjete ekstreme. Shqiptarët janë popull jo me ndërgjegje të lartë politike. Po sako, të bëj një pyetje unë që kam hetur edhe kam folur për studiet tjera ku janë ftuar, shumë edhe herë thash, kam thënë një dy herë, po për shembull as kullat e ti mund të jepni, mund ta elaboroni këtë, mund ta shumë interesante për shembull. Si shpjegohet më vaj që kjo administrat dhe Berisha nuk e thot asnjëherë. Berisha thot ne jemi pro-amerikanë, nuk asnjëherë nuk e thot për shembull që shiko, ne jemi pro-amerikanë, po unë jam kundër kësaj administrate se më kanë zgjedhur në Ka 2 Amerika, ka 2 Amerika, ja disa Amerika e Trumpit dhe globalistët e këtyre. Po ta mbledhur janë 2. Pyetja ime është e thjeshtë, valla. Berisha kishte ndonjë mundësi tani mbas e është vonë. Nuk e di, po kishte mundësi për shembull të bënte me kundërshtarët e perandorisë, me rusët, po themi, ose me kinezët, pra, të kishte një fuqi tjetër nga mbrapa ta mbronte. Kishte mundësi në këtë se thua në këtë kontekst shqiptar, sa koha, po është e pamundur. Shiko, edhe Miloševiqi nuk gjeti do stre në Rusi, sepse këta janë njevlla, të gjithë komandohen nga një dorë. Dhe po prishe me qendrën, nuk ke stre ku të vesh, kupton, prandaj këta nuk e afron asnjëri. As Vučići thua ti nuk ka mbështetje nga Moska? Në gjithë të krizë që është tani? Po, ka, përderisa ata kanë caktuar një rol. Do merr në Ukrainën, i thot Rusisë, ne do marrim Serbinë. Dhe këta i thon Vučićit të luaj rolin të dy palët. Dhe Vučići do ta luaj rolin. Pra ti thua Berisha dhe po donte, thua ti? Nuk e qasin ata, pastaj Berisha ka shumë frikë, nuk... A e denonson të thotë që kjo është gjykata e globalistëve, SPAK-u, prokuroria. Nuk e racionalizon të kështu pra. Se thotë kështu pra, kupton. Nuk po luftoj me Sorosin, nuk po luftoj me Altin Dumanin të thotë, kupton. Nuk e thotë këta, edhe në prag të vdekjes që nuk e thotë. Sipas ti nuk e di apo ka frikë? Po pse harrove ti? Artikuloj vjet. E vjeti artikuloj. Ju afrua kësaj teze. Kupton, si vjeti është larguar, ka frikë. Po pse, pse? Ka frikë. Po nga kush ka frikë më burr? Ore, ka frikë akoma Saliu më. Çfarë do të mbasi më burr? Dëgjoj vlla, e di kur u dorëzua Sadamin, se Sadamin nuk e gjetën, u dorëzua vetë. I dërguan ca kaseta me njerëzit e tip besnik, kur i torturonin djemët. 2 djemët, ja torturonin, e i thanë, tashi që të dalin këta, do vish do dorëzojnë shtit shpëtojnë djemët. Dhe i doli vajti u dorëzua me kontratë, më lëshoni djemët do vi unë. Më kupton? Dhe shkëlzeni tashi pse e shtirur. Për t'i bërë presion Berishën, se aty është pika e dobët e Berishës, se shkelzeni. Jo më pse, e ka pikë dobët, thua? E ka pikë dobët. E ka mos e djale ka, për këfja, e ka thënë ai, që se shkelzeni tha. Vetëm ke fëmija njeriu nuk toleron kur, kupton. Edhe në qofë se ata e ngarkojnë shkelzenin dhe e rëndojnë shkelzenin, atëre Berisha do pranoj çdo gjë që do t'i thonë ata. O Çan, kjo punë ka përfunduar
Kujtojnë 2016 që vajtën gjithë si legena me 120 vota ngritën dorën, ata dy ambasadorët ishin nga ty dhe shikonin nga lartë e qeshin dhe këta gjithë më votun reformën për drejtësi. E kuptoj këtë gjë. Aty ka përfundu kjo punë. Tani kur bëhet fjalë, to tani janë kot seanca të një filmi që ne ka treguar. Berisha kishte mundësi të konte ndihmën e Putinit, ndihmën e Moskës. Që të kërkosh ndihmën e Putinit, të Moskës apo të në fuqie tjetër si Kina etj, duhet të jesh serioz. Berisha nuk ka qenë ndonjëherë serioz. Ka kohë që s'ka qenë serioz. Po s'ka qenë. Berisha mos harro. Berisha deri në publikun, në opinionin publik është që Berisha ka qenë shtetar serioz, dhe vazhdon të jetë serioz. Berisha nuk ka qenë serioz, ka ndryshuar. Alet, kujtohet që thoshte për Metën dhe pastaj bëri qeveri me Metën. Ka qenë serioz. Berisha theshte një gjë dhe bënte një gjë tjetër gjithmonë. Kujtohet që ai thoshte Gondukës shkret atë, thoshte klani Zemunit, sot e ka Berisha ka qenë gjithmonë një... Ka lërat vogla politike për konsum të brendshëm, për flasën ndërkombëtare, ai unë ka qenë serioz. Thjesht Berisha ka bërë si gjithë tjerët, ka përdorur marrëdhëniet ndërkombëtare në versionin e interesit pushtetit vetë të partisë tij. Kaq. Unë tani të bëj një pyetje unë. A erdhi George Bushi këtu? Po. A ka takuar Bushin e Madh ai? Jo, ai ka takuar Bushin e Madh dhe ka qenë i vetmi kryeminist që priti George Bushi këtu për pavarësinë e Kosovës. Si ka mundësi tani që nuk kërkon ndihmë në tilla raste? Po ka përfunduar edhe George Bushi në pension atje. Kur them George Bushi, 2-3 senatorë më do të dalë George Bushi vetëm. Që kujtohet ti, ky shembulli pra duhet ikësh të shtëpia. Do të respektojmë historinë që ke qenë, nuk mund të kesh më të ardhmë, më kjo është... Bushët janë institucione i lirë, s'kallen bonsa atje, shumë i fuqishëm. Edhe qa, bushët janë institucione dhe do vazhdoj Berisha? Jo, është tjetër gjë. Jo, po mund t'i bërë një qok pra. Mund t'i bërë një qok. Nuk funksionon kjo bot me qoko. Nuk funksionon me qoko. A do më thushni mu dëshit? Po kalove Rubikonin. Me që kalon këtu tani. Po kur Rubikon ka kalon? Oçan, me që kalon këtu. Ato që thamë. Oçan, me që kalon këtu. Kur bën privatizimet e mëdhaja në Shqipëri, qa erdhen kompanitë e mëdhaja nga Amerika, nga Evropa, apo ju dhanë asaj që nësoj të e quajmë oligarkia vëndës? Se që të marrësh edhe duhet t'ja për shëqën. Ma përdesh. Që do me thënë kjo isa po thesë, nuk e kuptua njerëzit. Duhet ta lidhësh vendin tënd me interesa dhe partinë tënde, me interesa strategjike. Kur ishin, si krijohet ekonomia? Ekonomia shqiptare ishte një ekonomi komuniste, e cila... Berisha nuk ka ditë të bëj pazar me të huajt. Jo, s'ka ditë të bëj pazar. Berisha bashkë me tjerët kanë krijuar oligarkinë vendase, nuk lejuan kapitalet e huaja të vinin këtu për investime strategjike. Kaq që është historia. Nuk është fare e vërtetë kjo. Jo, kjo është e vërtetë. Këta që ne i quajmë oligarkë janë krijuar në atë kohë. Mos harrojmë këtë gjë. Atëherë pse duhet dikush të vi nga perëndimi ta ndihmojë Berishën? Vim tek dita e sotshme. A është aleat Berisha dhe partia e tij me Forca Italian dhe me djathtë në Itali? Teorikisht po. Po. Jo teorikisht, janë praktikisht. Po. Në kongresin që bëri Berisha para një viti, që ishte ajo që këta njohin si kongresi foltores, Berisha pati përfaqësues nga partia e Melonit. Tash i takon Berishës ta çojë këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Kjo është edhe mosmënjohje pastaj. Po në i familje. Kur gjithë e kanë izoluar. Kjo është autogol, po. Po kështu është pra, ne po them që nuk është treguar serioz në to marrëdhënie, duhet treguar serioz. Ore të bëj një parantezë nëse më kujtua se më kam gjan shumë të Meloni, po kjo Meloni shpati është edhe ka problem me veshët më burr. Ka marrë një Covid në këtë kohë, një rrufë edhe po. Ç'është Covid? Po se është mbyll në shtëpi valla, nuk bëri as atë. Po sa ti kaloi, po se kështu kalon se. Ka një marramendje thot me të vjellën. Punon nga shtëpia, po kështu ky Covidi ka qenë me kështu me të rënda. Ua. Edhe për ta mbyllur, Berisha ngelet për mendimin tim sindromi Havanës. Për mendimin tim Berisha ngelet politikani më influent që ka pas Shqipëria në 30 vitet e fundit. Absolutisht në 30 vitet e fundit ka qenë më influenti, por pikërisht ndaj e meriton këtë ndëshkim thoti. Jo, pikërisht për këtë arsye ai duhet të kuptojë që se fundit ta kam thënë një herë që rruga për Shënlin e Lenë është e dhimbshme dhe mundimshme. Pra fundi është i tillë për gjithë, i tillë. Por problemi është për gjithë, okulla, pse thua për gjithë? Nuk ka simetri këto gjëra. Pse detyrimisht duhet të hajë Rama mor burr? Nuk ka simetri pra, se ha njëri do të Sot Rama është i ri, është ende 60 vjeç, por do shkojë te Rama 80 vjeç, nuk do jenë të njëjtat gjëra. Unë të kam vënë bastin tym se këto janë kot muhabet romane politike janë këto që bëjmë ne mos, se askush mund të parashikojë asgjë. Me këtë botë që jetojmë të rrethuara nga kancera, nga aksidente pafundë, kupton? Por Rama, unë të kam thënë, nga aq sa e njoftë, nga aq sa e njohim të gjithë ne, secili në mënyrën e vet, unë them që nëse një ditë do ikë nga pushteti, nuk do ta bëj kur të jetë gjallë.
Në të gjallë nuk ikën. Ke gabim. E ke gabim. Rama do jetë ai që për të mos e lënë veten si që ka lënë Berisha sot veten, do gjej një mënyrë të iki pa patur... Rama nuk vjetërohet, Rama rishpik veten. Okej, do ta shohim. Po rishpik veten, mos. Do ta shohim. A është pjesë e globalizmit? A ka 300 vjet globalizëm? Do ta shohim. Ka ekziston ajo që tash që quhet rotacion. Ai nuk do ta lërë veten shkojë deri në atë pikë. Të kujtohet çka kam thënë Berishës tu kur erdhi si vjet që ishte përzgjedhje vendore. I tregoi historinë me Kazinin edhe me që kemi qenë bashkë për Lul Bashën. E pe ç'a tha? Tha unë se kisha ndërmend kthehet, prandaj e lashit ashtu. Pra nuk ekzistonte alternativë tjetër aty. O Berisha ose ai që ka vënë Berisha. E kupton sa e rëndë është kjo punë për situatën ku jemi. Prandaj këtu gjërat janë kalcifikuar, nuk lëviz kush. Edhe duhet të jetë drejtësia atë voti. Po do ikin në një formë ose një tjetër, megjithëse s'ka mjete politike, do ikin nëpërmjet drejtësisë. Cako? Përse, për çështjen me Loni? Jo për Meloni, jo. Jo, kja kishte një gjë për të shtuar këtu tek Kullës apo jo? Të kalojmë tek atë. Për punën e Berishës. Jo, besoj që i tham, jezoruam gjëra, po për Ramën unë mendoj që edhe ai qofse nuk e dorëzon zekatin dhe ai do ketë probleme. Po në fund. Po nëse është vërtet kjo zekati, Rama është nga ata që i dorëzon zekatin. Po ne ja vash, Rama është lojtar brillant në kombëtarës, ka lidhje fare. Rama është më pak i guximshëm se Berisha. Berisha është më sfidant dhe shpesher luan dhe në buzë të Greminës me rrezikun. Kurse Rama nuk shkon dhe në Gremin. Është furbo Rama. Janë ndjen mbytha lagështirën edhe është dinak i papar. Kupton, jo, është i matur. Është i matur, po prandaj është dinak më burr dinakaria është cilësi më vë. Nuk është vesh. Nuk i bën ato gabime. Megjithatë, edhe sot në pushtet që po qëndron Rama nuk po qëndron me dëshirën e tij. Po i kanë dhënë këto misione, këto detyra. I thua rritë detyruar sa? A? Mos thuaj që rritë detyruar në pushtet se i kanë thënë. Po edhe me qef të madh nuk e kam, mendoj unë që të vazhdoj të ri akoma. Kupton se s'ka me çfarë të synoj. Po s'ka me. Vetëm po të ketë ndonjë objektiv kështu që t'ja kenë vënë ato që kemi thënë për të marrë NATO ose kupton mund të ketë ndonjë objektiv të vazhdoj ta provoj edhe ande, ha? Ka mbaruar pikturën ai. Kam thënë se ka mbaruar pikturën. Ore, e ka varur në mur të lajo. I kanë thënë ata që piktura jote do mbyllet kur të bëhen këto pika. Dhe ai sikën tash, thotë se ka mbaruar pikturën. Atë thotë, atë që i thon ata. Më kupton, po jo se ka ndërmend ta bëj atë pikturë, kupton. Ata i kanë thënë që do bësh të pikturë dhe ai s'e ka mbaruar. Tamam thotë. Pikturon Shqipërinë më sa. Ai po pikturon Shqipërinë, më është edhe arkitekt, dhe urbanist, është edhe kështu interier, kështu, si thuhet, interier design. E kupton se Ramos i intereson të jetë Berisha aty. Sa më gjatë jetë Berisha, aq më gjatë është Rama. Është në far kuptimi terminator. Pse e mendoni kështu Morgulla? Se thonë kam komplet të kundërtën. Fjalë tani se intelektualisht po më pëlqen shumë kjo gjë. Po them. Rama nuk ka më nevojë të ketë alibi për ndonjë në pushtet valla. Rama është pushteti, sepse këtu ndahemi ne bashkë. Po sigurisht që Rama është pushteti. Po s'ka alibi, pra nuk ka nevojë të ketë alibi. Që unë të jem mirë, duhet të jetë Cako. Tjetë aty më bashkë që unë të legjitimoj. Ramës taj duhen siç janë sot. Berisha i duhet siç është sot. Basha i duhet siç është sot dhe Meta i duhet siç është sot. Po pse mos jetë një skemë e thjeshtë akoma, më që ky të ketë më të thjeshtë? Pse mos të zhbëhet dhe më shumë një parti e cila ka gjithsesi një kazan votash, buton të bëhet më e vogël akoma, të bëhen disa parti të vogla, që Rama të si për shkak si është Beogradi zëm, ha? Për shkak është Vučići, po partitë e tjera janë nga pak të gjitha, janë nga 50 parti që kanë nga pak të gjitha. Pse mos jetë këtu këtë skemë? Se Shqipëria, Serbia, po drejt asaj po shkem. Atëre, pse i duhet një Berish që i çan veshët? Po ç'a i çan veshët, ç'po bëj? Pse mos ketë një lul për shkakun që është më konstruktiv? Ç'po bëmë ne kem, pse luli ç'a ka bë luli? Këtu ishte luli, harrove. Pra ishte, po tani luli nuk peshon më pra. Po s'ka. Tani, se unë si Ram... Se thesin votave të opozitës e ka Berisha, më po? Se mos... Bravo, pra. Pra, duke goditur Berishën në farë mënyre. Po s'po e godet, më... Ai s'po e godet, e ka lënë në fatin e vetë. E kupton që Rama s'po bën asgjë dhe të vetmet... E di që gjithë luftën tani e di ku ishin gazetarët, jo më pa i porri po shef spektaklin. E di ku ishin gazetarët para shef edhe këta të vetët kur ja godet her pas herës pakut, kënaqet shokur. Se kupton lojën, do të vazhdoj sa më gjatë, kështu që të rria jetë, mos merrem me të. Po normal. E di ku ishin gazetarët para 2 ditësh. Që bukur shumë. Ishin o para spakut o para gjykatës lartë. Nuk ishte gazetar media në institucione të tjera, të merren me gjëra të tjera. A ishe një moment për shumë që qeveria po donte të bënde në i privatizim, mund të bënde kështu, s'kalon të fare në rreshtë. Mediat ishin të gjitha, o para spakut, ose të gjykata e lartë. Pa tjetër.
Po tash i kupton ti sa komod është një qeveri ka hyrë në periudhën e fundit kjo qeveri dhe pastaj shkojmë drejt zgjedhjeve. Ky është viti i fundit i punës që ka qeveria 2024 dhe 2025 nëse s'ka surpriza shkojmë në zgjedhje. Edhe për një vit janë gjithë ky spektakli. Të shohim se Berisha për shembull këta do japin ato arrestin e shtëpisë. Pastaj do shkohet në apel. Edhe në apel do vazhdojë njëjta data u dha kjo ose ashtu. Pastaj nga apeli do shkohet në gjykatë lart. Kështu do vazhdojë kjo histori, kupton? Dhe ndërkohë nuk merret kush me çfarë po ndodh në variantet e tjera. Është një pozicion kaq komod për të qenë kryeminist dhe për ta pas ashtu opozitën. Dhe thua që Ramsi ka qenë komplet dorjasht nga kjo histori, Jo, po rri po i sheh. Gjithë ai këtë histori. S'ka çat gatuaj. Ai po rri po i sheh. Këta e kanë gatuar gjithë bashkë, mos harro. Kjo që është krijuar sot, pra kjo drejtësia që është krijuar. Ka qenë ideja Ramsi që 2011 në kullat. Po, kjo është krijuar me 140 vota çan. Ç'si kam ata u detyruan. Ata u detyruan pistolet e kokat. Po tani e kupton ti tash nëse ti mua më thua që ata u detyruan me pistolet e kokat, çfarë kërkojnë përgjegjësinë? Ramsi sot. E kanë vetëm përgjegjësinë. Se në atë kohë tash s'kan përgjegjësi ata. Po ka që ata kanë bërë. Kush përfiton më nga kjo drejtësi po them? Kush do përfitojë? Kush përfiton më aktualisht kush do përfitojë? Po. Po do jetë një situatë komplet e re më po them. Globalistë, shiko. Janë njerëz, po jo më janë njerëz si ti asi. Janë njerëz si as si shef sot fare, as si ke fare në lojë. Dhe ndoshta janë 25-30 vjeç dhe janë disa politikanë të rinj në njërin krah në tjetrin krah që me zor presin të bie ajo, kupton? Çfarë lidhje ka? Marrëveshja Ki parasysh që në gjitha partitë politike në lindjen e Evropës, por edhe në perëndim, kur kanë rënë partitë e mëdha, janë ngritur liderët e ri, të cilët janë rritur shpejt edhe i ke atje ku i ke. Ku ishte Meloni para 10 vjetësh? 2% ishte. 5. Edhe ja ku sot? 40%. Çfarë problemi ka? Ta do t'i lejnë edhe kjo punë, do i tërheqin. Nëse nuk reflektojnë raport për këtu, o do ketë një 2008 tjetër, pra që do ulen. Që s'ka arsye tani. Po s'ka arsye. S'ka arsye sepse Ramsi është vetë pushteti, më nuk ka nevojë fare për asnjëri më. Po dënimin e kanë gjithë të shkruar aty mbas qoshës. Do i shohësh ai që tha Cako që e tha me ironi, domethënë nga shupenca për me thënë kështu, domethënë për krye prokurorin e Spagut. Ai krye prokurori i Spagut bashkë me ato prokurorët e tjerë, sa ata janë bërë si janë një kamerata tash, janë të fortë, fuqishëm. Ata kanë fuqi, kanë fuqi të madhe shumë. Ata për shkak të fuqisë që ka dhënë parlamenti me 140 vota, ata do shohësh ti që do bëjnë surpriza që gjithë do rrinë do shohin kështu. Edhe këtë e bën, edhe këtë e bën, edhe këtë e bën. Dhe do jetë si në Milano në vitin 92-94 që kamerat rrinin vetëm para prokurorisë dhe gjykatës. Kështu do jetë këtu. Sa vazhdoi në Itali gjithë kjo histori? Kjo vazhdoi disa vite, po vitet kryesore ishin 92-94 derisa u bën zgjedhjet e parakohshme që u zhduk gjithë klasa politike. Dhe pastaj u qetësua dhe jo, pastaj nuk u qetësua, erdhi domethënë dal nga në rënie, domethënë, po pati një periudhë prapë 5 vjeç. Gjithë politikanët Por italianë. pastaj erdhi kështu në erdhën të politikanë pa koqe, kupton? Pas atij momenti. Berlusconi sa fitoi zgjedhjet në 94-s, bëri atë samitin e G7-s në Napoli, erdhën gjithë liderët aty. Ndërkohë që ai ishte me liderët në Napoli aty, kishte thirrë dhe Putinin. Jo, i kishte thirrë dhe këtë Elcinin atëherë, se ishte Elcini atëherë. E di e mbajmë po. Edhe Berlusconi, prokurori, një nga ata prokurorët i tha, të kemi marrë në hetim, dhe i çoi lajmin. Dhe lajmi nuk ishte më G7 apo ishte hetimi Berlusconi. Ishte hetimi Berlusconi. Kështu që kështu do ndodhi, është një gjë që kemi parë, nuk kemi pse çuditim. Këtu e vetme gjë që duhet është, këta duhet të jetë amerikanë mbrapa thuati, green code në Itali. Jo, po kanë qenë hapur. Jo kështu, kanë qenë hapur. Luftës ftohtë ndoshta. Jo, pas luftës ftohtë kanë qenë hapur. Ndryshimi klasës politike në Itali ka qenë me hapur. Megjithatë s'ka rëndësi ky muhabet se ne kemi kontekstin ton. Kontekstin ton, çdo përpjekje për të mos e njohur Spakun, çdo përpjekje për ta ironizuar Spakun duke thënë skapi etj, kjo vetëm e forcon Spakun. E vërtetë është kjo. Dhe ky është një gabim strategjik. Pra, mënyra më e mirë është për të thënë, okay, ne kemi ditë që ditën që e votuam me 140 vota, që do vi kjo ditë. A hajde të shkojmë përballemi tani. Që këtë dobësi ta kthejmë në forcë. Si ti thot Berisha s'ka, si ti thot Spak, si ti bëj Temena, ata e kanë darë trurin çau të bën Berishës. Mendimi im është që Berisha
Po është burë të mos i njohë, kupton, të thotë ky është institucioni globalistët, paguhet nga globalistët, edhe qa kini për të bërë bëni, kupton, unë nuk i njohë gjitha këto vendime, edhe mbetet si ero. Në qovë se vete pasaj, dhe thotë që avokatët, dëgjo, se kjo pikë nuk është zbatuar ligji, po jure në detaje me ata e gellojnë në umbur, kupton. Ti thua, këto që hynë detaje, ti thua janë të gabuara, komplet gabuara, kupton. Duhet meret fana me pikën dera ty që su paraqitesh e bënte mirë, kupton. E ti thot, nuk i njohin institucioni globalistëve, gabova, shiko. Soros i kur erdhim 2005 nuk kërkovi këtyre në fillim më dorëzoni politikën, i tha. Dhe politika ishin dy partit kryesore, njërë e majt një djathë. Dhe këta të thashë në fillim, njerë ja dorëzoj, nanoja tjetri Beris kur ja dorëzoj. Ta shi duke i ditur ky dinakrit balkanike, dhe në vendet tjera, po sidomos balkanike, që bëjnë si kur ja japin dhe nuk ja japin, ky u kërkoj si garanci, dua dhe drejtsin, i tha. Të ma dorëzoni, drejtsin që e kini patur ju, tha, do ta marrë unë, tha. Edhe ju dha paketën. Kjo bet. Këta i thanë, okej, se menduan që nuk do të vinde spata ke koka, kupton? E pranuan. Më kupton, është ai momenti që kur të artrokisni këta, atje të gjithë dhe nuk e kuptoni që kishin futur kokën në giotin. Këta, kryesorët, kupton? Ta shijoj mund të kërkoj këta Berisha, të thot, spaku duhet që tjeti besushëm, të mos marrë asë një fond, pëse me 5 milion euro që e pa Amerika kërkon të kapë gjithë politikën dhe ekonominë shqiptare, që jep spaku troga, edhe të kërcënoj tër politikante, kryeministrat e të bëjt qaj do qefi me ekonominë shqiptare, me 4 milion a 5 milion euro që japim për pagat e këtyre, do t'ju falim ne në sini gjithë ekonominë shqiptare, e gjithë politikën shqiptare, e gjithë sovranitetin kombëtar. Se këshu është që me caroga që merë Altin Dumani me ata të tjerët, kupton? Ne ata na kontrollojnë gjithë ekonominë dhe politikën shqiptare. Po se këzëgjero? Si? Se e kontrollojnë shkuptim? Po e kontrollojnë adha, se i thonë Ramës sot, bëj këte që të themi ne një lëvizje geopolitike. Do sjellim 2 baza këtu ushtarake. Do fillosh luft me Maqedoninë, do t'i bjesh. Po i tha jo, i thonë, dakord, mos i bëj, edhe shumë shpejt ke për ta parë se qa do të bëjmë. Qa do bëj Rama? Kupton? Pra të kontrollojnë ata. Pra, drejtësia në Kryeqytetit se zgjatimi... është një çekiç i globalistëve kundër sovranitetit kombëtar, ja kjo është. Po Ramsi nuk e ka këtë tendencë, pra. Ramsi nuk thot jo, pra. Këtu po flasim për Berishën që ka thënë jo ndoshta. Dhe prandaj po e ha. Ramsi se ka këtë tendencë i thot jo gringove. Ramsi është furbo, pra e tham, është... Po pse gjë e mirë është kjo? E mira po e keqe ti që unë smere me këtë gjë tani. Se po më futet e mira me të keqen, unë hiki sa. Se politikani e smen duhet këtë tu, duhet këtë e që thonë një vëlla. Si shtot Viktor Orbani në Ungari, ata e mbura. Ungaria e mire, ku ka byth këtë vënd? Ky është i vënd i baruar, më sako. Ka byth, po s'ka bura me koqe. Kushti ruan kufit aeror të i Shqipëri, e diti? Kushti ruan zyrtarisht. Edhe de facto dhe euro, diti kushti ruan, se nuk e din të shtatë informacion. Po një dimo të tëra, se kush ruan bangat, kush ruan të tëra. Greqia. Po mirë më janë darë gjerat. Ore, shiko, kur ju thua ndonjëherë, dëgjo, ky prapë është i fuqishëm. Dëgjo, kur ju thua jo, të respektojnë e të ruajnë kufinë më mirë. Po ju the po e ta futin, thonë, e mos se ky që nga ju urtë, thonë. Kupton? Është më mirë të thuash ndonjëherë jo. Po ja për ku përfundon Berisha, pra se i ka thënë jo. Ha? Si? Ja fati Berishës, pra që i ka thënë jo, disa herë. Mirë, po... Tani, më fani sekond. Shiko. Ky është shembull, pra. Duhet të jesh një çik si ky i Kosovës. Albini? Si Albini, që nuk e tha ato firmat pa i parë. Si shpjegohet kjo Albini, që është... Më kupton. S'kan qartë i bëjnë. Si ka mundësi, më kupton. Ta kam thënë gjithmonë që Albini është një i serios. S'kemi ne Albin. Këtu asnjë s'ka ardhur. Kupton. Albini... Ta kam thënë gjithmonë që Albini është një i serios, unë një herët. Jo, e ka thënë kur diferenca? Pse thua njëri serios? Pse thua mjafton të jesh serios që edhe gringo të... Ku është diferenca? Albini e kanë marrë një 40 herë zvarr policia ka shku dhe në burg përveç burgut që bëri Serbia, edhe nuk ka ashtu tash. Ky me një të bërtitur 80 vjet se i thanë do shkosh detyrim paraqitje, edhe ka ngritur gjithë këtë histori. Ti e kupton që sa sikleta dhe janë dhe këta njerëz e tij që janë parlament deputet, po mbrojnë një kaos e cila nuk është kaos. Kush? Se tek e fundit, nëse Berisha do shkonte, ta zëm se Berisha do shkonte ditën që i dhanë detyrime paraqitjes, do shkonte të paraqitej në SPAK dhe do dilte nga aty. Çfarë do i ndodhte Berishës? Asgjë. Pse se bëri? Mos do të intereson që përfundoj kështu si martir. Nuk përfundon si martir më çan, sepse ki parasysh që e përgjegjës së asaj që ka ndodhur 33 vjet.
Pra, nëse i marrin të gjitha këto tezat, dhe rënë e sovranitetit, dhe rënë e ekonomisë, gjitha, është bashkëfajtor, nëse Rama është fajtor, sipas Berishës, Berisha është bashkëfajtor. Qa ka ndodhë në 2008-ën? Se këto gjëra nuk erdhën gjitha për një ditë. E tham atë që mos e rikthej, po. Mos i ngatrojmë gjërat. 15 minutë që i fundit nga kam petur, sa më shijoj kjo bisedë me ju, se kisha fanë në plan, kisha 3 pyetje tjera. Atëherë zëjmë 5 minuta dherë më pak, dhe në aq minuta se do kemi deri në 23:30 që bie gongu, ne do përgjigjemi pyetjes, Aron